Këtu është horoskopi i Mërkur 31 dhjetor 2025. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni ketur në kanalin e horoskopi i Fationit. Dashi. Ndiheni apatik dhe vuani nga të gjitha llojet e sëmundjeve, dhimbje koke, vështirësi në tretje. Familja ka qenë në një rresht për disa kohë, ose një situatë që ju duhet të përpiqeni të shëruar. Ju shqetësoheni për një detyrë pune. Demi. Keni më shumë dëshirë për të bërë, por sot nuk ju rekomandoj të rrezikoni, mund të humbisni shumë kohë në mënyrë të papritur. Duhet të bëni një përzgjedhje të kujdesshme, të kuptoni se çfarë dëshironi, çfarë ju pëlqen. Binjaket. Për ata që kishin pak ankthe që e detyronin në mendime negative, tani duket se janë zhdukur. Nëse keni qenë të suksesshëm, prisni më shumë, nëse bëni një punë që nuk ju pëlqen, prisni që ajo të ndryshohet ose të ndalet. Gaforja. Sot ju duhet të jeni në vëzhgim të disa polemikave të vogla që mund të kenë fuqinë për t'ju prishur ditën. Ditë e këndshme edhe për të nisur një aventurë apo për të jetuar një ndjenjë ditaditës. Luani. Sot nëse ka ndonjë keqkuptim bisedë më të mirë, mos e shtyni diskutimin, ka të ngjarë të keni të bëni me një njeri të paqarë. Ende nuk e përjashtoj një shtytje dhe tërheqje nëse keni të bëni me shenja si shigjetari dhe dashi. Angazhime të lodhshme pune. Virgjeresha. Gjatë kësaj kohe ju duhet të përjetoni situata të reja, me gjas do t'ju duhet të transferoheni në një qytet ose zyrë tjetër brenda 3 muajve. Ashtë një kohë konfuze, çfarëdo që planifikoni të bëni, mendoni. Dhe gjithmonë kontrolloni llogarinë tuaj bankare. Peshorja. Do të keni mundësi të shkëlqyera për sukses në çdo fushë, veçanërisht në vendin e punës. Edhe ata që kanë përjetuar një krizë dashurie do të mund të shërohen. Akrepi. Dita mes ngritjeve dhe ngritjeve, por gjithsesi vazhdon, kontrolloni reagimet impulsive, veçanërisht në vendin e punës. Në dashuri, një distancë për t'u rikuperuar. Shigjetari. Nëse në dashuri kishte disa probleme, tani duhet të përpiqesh të qetësohesh, të planifikosh ditë të këndshme, relaksuese, pa përpjekje të tepërta. Sot do të keni mjaft energji, por jeni të shqetësuar për një çështje pune apo personale që nuk zgjidhet dot, maturi. Bricjapi. Një ditë aktive. Atraksionet shpërblyese për beqarët. Ujori. Një mundësi e shkëlqyer po vjen, veçanërisht për fëmijët apo njerëzit që mund të pohojnë veten gjatë kësaj periudhe. Edhe në rast të një krize do të jetë e mundur të prerë tepër. Dashuria është më mirë. Peshqit. Situata e përgjithshme ju sheh të hutuar për çështjet e punës, ndërsa për ato shqetësime dashuria, vijnë 2 muaj të rëndësishëm për të mos u nënvlerësuar. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.